Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje shikues të dashur të RTS, mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në Hijen e Mëshirës, emision i cili po vazhdon tashmë çdo ditë pune prej të hënës deri të premten nga ora 16 nga studio RTS këtu në Prishtinë me hoxhallar të ndryshëm nga Kosova. E që për sot kam të ftuar Hoxhë Sead Kelmendin, imam në fushë Kosovë, ku do të flasmi për rëndësinë e namazit për një musliman dhe një muslimane. Hoxhë, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se vjen. Besoj dhe padyshim që keni kaluar mirë këto ditë apo këtë gjysmë të muajit të bekuar, muajit Ramazan, më qenë se gjysma pothuajse iku. Po alhamdulillah, jemi mirë njerëz Zotit, çdo sen ka shkuar si është më së miri, edhe ambienti, edhe koha, edhe mashallah numri i frekuentuesve në xhami ka qenë i mirë dhe gjitha kjo e ka rrit atë ambientin për të kaluar si alhamdulillah. Atëherë jemi dakorduar të flasmi për namazin, një temë shumë e rëndësishme për çdo musliman, zatën shtylla kryesore e pasdëshmisë së shahadetit. Cila është rëndësia e namazit për një besimtar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. E falenderojmë Allahun te bareke ve taala, pastaj bim salavat me pejgamberin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët në përgjithësi atyre që ndjekën e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e llogarisë përfundimtare. Nderuar vëllai em, sikur që vetëm se potencove, namazi është ibadeti më i rëndësishëm pas dy dëshmive, pra pas shahadetit se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe që nuk meriton të adhurohet me asgjë tjetër përveç Allahut dhe se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Në radhë të dytë vjen kushti i namazit, që namazi është shtyllë e fesë dhe ka një mori ajete nga Kurani dhe një mori nga ajetet nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat tregojnë për vlerën, rëndësinë dhe peshën e madhe që ka namazi. Allahu xhaleshanu ka përmend namazin disa herë në Kur'anin famulart dhe ka thënë në Kur'anin famulart fa aqimus salata inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Faleni namazin, me të vërtet namazi është i obliguar në kohë të saktuar. Ka ajete tjera cilat flasin thotë aqimus sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Faleni namazin se namazi ju ndalon nga gjërat e këqija dhe të irrituarat dhe të neveriturat. Namazi është i përmendur gjithashtu edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke treguar një rëndësi dhe një vlerë të madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajtur namazin shtyllë të fesë. As-salatu imadud-din, man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Ka thonë namazi është shtylla e fesë. Kush e fal atë, vetëm se ka ngrit fenë e vet, ndërsa kush e lën atë, kush e braktis atë, vetëm se ka rënuar fenë e vet. Dhe në një hadith tjetër përmend se 5 shtyllat kryesore mbi të cilat ndërtohet ndërtesa e quajtur Islam, përmend shahadetin, namazin, agjerimin e Ramazanit, dhënien e zakatit dhe shkurjen në haxh për ata që kanë mundësi. Pra është fundament për fundamenteve të fesë, të cilën nëse e praktikojmë kemi shpërblim të madh, ndërsa nëse e braktisim kemi ndëshkim të madh. Gjithashtu ka hadithe të tjera të cilat flasin për vlerën dhe rëndësinë e namazit. Pejgamberi sa në një rast ju drejtohet shokëve të tij duke thënë: imagjinojeni, ju thot, çka mendoni nëse paraderës së ndonjërit prej shtëpive tuaja të kalon te një lum dhe në të lashit 5 herë në ditë, a do të mbetej papastërti në trupin e juaj? Të gjithë njerëzit përgjigjen se jo, nuk do të mbetet papastërti, thotë kështu është edhe puna e namazit. Prandaj pejgamberi sa gjithashtu përmend mos ai gjëja e parë që do të pyetet njëri në ditën e llogarisë, ditën e kiametit, do të jetë namazi. Nëse ka pasur atë në rregull, të gjitha punët do vinë duke i lehtësuar. Është i vetmi obligim që është obligu në qiell, për dallim prej obligimeve të tjera të cilat janë obliguar në tokë, është obliguar në natën e Mirajit, në Sidratul Muntaha, në atë vend ku
as këmba ndonjë melekut nuk ka shkel vetëm këmba e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dhe Allah i ka folur drejt për drejt duke obliguar namazin. Vlera e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu ka përmend në momentet e fundit para se të jepte jetë, ka përmend as-salatu wa ma malakat aymanukum, namazi dhe ata që keni në mbikëqyrjen e juaj. Prandaj kjo ka shumë që flitet për vlerën e tij, do të kisha marrë në emision të tërë, flasim vetëm për vlerën, po shpesh dëgjojmë popull, pse duhet më fal, për çka më fal? Ajo për çka duhet falemi është mas pari mirënjohje ndaj Zotit. Pastaj edhe fjala namaz e ka kuptimin e vet. Fjala as-sala është arabisht, dhe me thonë i ka 3 kuptime. E para rrjedh prej shprehjes arabe sila, që do me thonë lidhje. Çfarë lidhje? Është një lidhje direkte mes krijesës dhe krijuesit. Dhe kjo pa pas nevojë për ndërmjetësim. Lirisht ai njeri i cili është fal namaz, mund të thotë se ka komunikuar drejt për drejt me Zotin. Pastaj një prej kuptimeve të dyta nga fjala namaz është lutja apo dua. Allahu në surën Al-Ahzab, ajetin 56, porosi duke thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë thot Allahu dhe engjëjt e tij bin salavat, lutën mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, o ju të cilët keni besuar, bini dhe ju salavat dhe luteni mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu një prej mësimeve, prej kuptimeve të fjalës namaz është mëshirë, ku Allah në surën Al-Ahzab, ajeti 43 porosi duke thënë huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima. Me të vërtetë Allahu dhe me lajket e tij çojnë mëshirë mbi juve, këtë rast fjala namaz ka ardhur mëshirë, edhe thot ju nxjerrin juve nga errësirat e shumta në dritën e vetme, dhe Allahu është i mëshirshëm për besimtarët. Dhe me një rast pse falemi, kjo Allahu i drejtohet Musës alayhis salam duke thënë aqimis salata li dhikri, fale namazin për të më përkujtuar mua. Një njeri kur e dën shumë, nëse mujna me bu një komparacion, ani pse shembulli i Zotit është më i larti, kur e dën dikën që ki tafërt, qoftë prindin, qoftë fëmijën, qoftë dikën në mik që ki tafërt, e përmend shumë. Prandaj edhe namazi është përmendje e Zotit, dhe në të njëjtën kohë është mirënjohje për gjitha ato të mirat që Zoti na ka dhënë. Dhe kjo është që kisha më shumë me përmbledh. Pra, namazi është një qetësi shpirtërore. Me namaz rahatohemi. Padyshim. Edhe me namaz e kryjmë një obligim për obligimeve kryesore ndaj Allahut. Ashtu është. Shohme që ku falin njerëz namaz, pra dim rukja, sejdja, kështu me radhë. Po. Cilat janë pozitat të ndryshme të namazit dhe çfarë do të thotë cila prej tyre. Pra po bëjmë disa pyetje ndoshta shumë elementare, por me qëllim e kemi bën, me qenë se çdo herë kemi dëgjues dhe shikues të rinj të cilët dhe ju vetë si hoxhë keni parasysh që kemi gjëmat vazhdimisht të rinj të cilët dëshirojnë me ditë pak më shumë për rreth saj. Po ashtu kemi shikuesit që janë në diasporë që nuk kanë ndoshta aromë fetarisë familje, por që dikush nga ato dëgjon dhe shikon dhe ka dëshirë me ditë këto çështje që po neve na shana duken shumë të thjeshta. Është pyetje me rëndësi, për shkak se elementet kryesore të namazit janë për shembull tekbiri fillestar. Çfarë do të thotë fjala tekbir? Tekbiri është veprimi i parë me të cilin na e bëjmë pasi që të hyjmë në namaz. Fjala tekbir do të thonë madhërim. Thu Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Dhe ti me këtë shprehje, sikur don të thuash se Allahu është më i madh se sa pasuria ime, se sa pozita jeme, se sa autoriteti jem, se sa familja ime, se sa puna jem. Pra, sikur ti e lën dunjan mrapa dhe fokusohesh dhe lidhesh vetëm me Zotin tënd, duke e lartmadhëruar atë. Ky është veprimi i parë që na e bëjmë në namaz. Pastaj veprimi i dytë thirret me emrin al-qiyam, që do të thonë qëndrimi në këmbë apo ngritje, dhe ky është një veprim në të cilin ne e lexojmë surën Al-Fatiha
pa të cilën sipas një hadithi pejgamberit sa sem nuk ka namaz pa surën Al-Fatiha, dhe në këtë pozicion ne lexojmë edhe një sure tjetër nga Kurani, qoftë për shembull suratu Al-Ikhlas apo suratu Al-Kauthar apo ndonjë kapitull tjetër, dhe pastaj është shprehja ruku, që është për qëllim kërrusemi dhe qëndrojmë në këtë pozicion, dhe subhanallahu, dhe shprehjet janë shumë ideale në këtë çështje. Themi duke qenë në ruku, themi subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, që do thotë i lartësuar është Zoti im, i cili është më i madh, i cili është madhështori. Dhe pastaj shkojmë në sejdë. Në sejdë njeriu më së afërt i Zotit në pozicionin brenda namazit është kur është duke qenë në sejdë. Dhe kjo me hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duke thënë i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Më së afërti njeriu apo robi është afër Zotit të tij është në pozicionin kur ai është në sejdë. Dhe mund ta paramendosh subhanallahu, edhe shprehjet që i përdorim në sejdë janë sikur të tham shumë ideale dhe shumë me vend, shumë efikase. Themi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. I lartësuar je vetëm ti o Zoti jem, i cili je më i larti. Fytyra është pjesa më e ndershme dhe më e ndritshme e trupit. Dhe ti fytyrën, pjesën më të ndershme të trupit, e vendos në pozicionin në sejdë. Prandaj ky është një pozicion shumë i dashur për Zotin Xheleshanu. Dhe subhanallahu, ka përmend njëri nga dietarët, Yahya ibn Muadh, ka thonë faraoni e ka quajt veten Zot. Qala ana rabbukum al-a'la. E Allahu, e na jemi për aty dhe që i themi ti o Zot je më i larti. E prandaj ne tërë përkushtimin, tërë përqendrimin, tërë vëmendjen tonë e kthejmë duke e nderuar Zotin ton me këto veprime. Prandaj këto veprime janë të përmendura të gjitha në Kur'anin famëlar. Allahu i lartësuar përmend në surën Ali Imran duke thënë: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka." Përmend Allahu thot të cilët besimtarët janë ata të cilët e përkujtojnë Zotin duke qenë në këmbë, në ruku, apo duke qenë të shtrirë, për shkak se ka raste kur namazin për disa arsye shëndetësore dikush nuk mund falet as këmbë as ulur. Po, dhe këtu vije edhe këtu në pa rëndësia e namazit. Pra as në pozicionin kur je smur nuk bën që ta lësh. Dhe nuk arsjetohet që ta lëm, por duhet ta falim në mënyrë shtrirë, dhe thotë të cilët meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, dhe thotë o Zot, ti nuk e ke krijuar këtë sekoti, qiellin dhe tokën, ti ke mundësi për çdo sën. Dhe gjithashtu është edhe qëndrimi në uljen e fundit në tahiyat, të cilat kanë ardhur edhe ato lutje të cilat përmendet në tahiyat, rastin kur pejgamberi sa me ka bëu Mirajin, ku Allah është drejtu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayuha an-nabiyyu. Përmend që tahiyati dhe përshëndetjet, salavatet i takojnë Allahu xhaleshanu, përshëndetjet qofshin mbi ty o i dërguari i Zotit, ka thënë pejgamberi sa edhe mbi neve, edhe mbi gjithë robërit tonë besimtar, është deklaruar shahadeti, dëshmia, pastaj është salavatet dhe në fund duat që lutemi për vete, lutemi për prindrit tanë dhe lutemi për të gjithë besimtarët në përgjithësi. Pra, çdo gjë në namaz, çdo lëvizje ka rëndësinë dhe peshën e vet. Nuk është asgjë rastësi dhe secila ka atë domethënien e veçantë të namazit. Atëherë hoxh, çfarë ndodh nëse e humbim një namaz? Me dashje dhe pa dashje, dhe a mund të kompenzohet? Na, sikur që përmendëm fillim, shpërblimi është shumë i madh nëse falim namazin. Në anën tjetër, ndëshkimi është shumë i madh nëse lajm namazin. Tash është bëjmë një dallim. Nëse e lëm atë qëllimisht,
Runa Zot, nuk po themi për shembull ka besimtarë cilët nuk e falin namazin, po nuk thonë se namazi nuk është kurrgjë ose nuk thonë që namazi nuk është obligim, por e lënë nga përtacia, se ata cilët thonë se namazi nuk është asgjë, pse lodhen, pse falen këta, kanë dalë prej feje, kanë mohu se namazi është obligim i prerë farz. Dhe ndërsa ata cilët e lënë nga përtesa, edhe për ta përmendet një ndëshkim. Allahu xhaleshanu ka përmend Kur'anin famlar duke drejtu në surën Al-Muddathir. Allahu thot: "Ma salakakum fi saqar." Do t'i pyeten ata që kanë me hyrë në zjarrin e xhenemit, çka ju hedhë juve në saqar? Qalu lam naku min al-musallin. Përgjigjja e parë që do ta thonë ata do të jetë nuk ishim për atyre që faleshim. Dhe kur përmend Allahu për këtë lloj zjarri thot: "Wa ma adraka ma as-saqar, la tubqi wa la tadhar." Thot çka të bani ty me ditë çka është saqar? Është një prej emrave të zjarrit të xhenemit, thot nuk lën vend të trupit pa djeg. Dhe tash mund ta paramendosh, ky është ndëshkimi për ata cilët nuk falen. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendi kur ka shku në Miraj, thot e shisha e kam pa thot disa njerëz të cilët ju goditej me gur koka e tyre, fytyra e tyre. Dhe pastaj thot ktheheshin në gjendjen në të cilën ishin dhe prap goditeshin. Dhe pyeta Xhibrilin, kush janë këta? O Xhibril, kush janë këta? Thot më tha, këta janë ata cilët pritonin të faleshin. Dhe ka dhe ndëshkim tjetër edhe për ata cilët e vënojnë namazin, që ndoshta për të dhe do të flasim. Por, kur është fjala të kompenzimi, nëse dikush me arsye, pezojmë ka zënë gjumi, ka zënë alivanosja, shpenduria, harresa, është raste ku edhe dietarët kanë thënë që ky namaz mund të kompenzohet. Dhe ky është me arsyetim plot në këto raste që i përmendëm. Dietarët e tjerë kanë përmendur se namazi, meqense se është kaq i rëndësishëm, ai nëse lihet pa fal duhet të kompenzohet gjithsesi, por duhet të kompenzohet renditja, të falet me radhë, njëherë sabahu, njëherë ikindia, akshami, jacia, dhe pastaj ka të atill për dietarët që thonë nëse ka shumë namaze që të kanë ikur pa u falur, atëherë fal sa më shumë sunete dhe nafile, inshallah është kjo ai hym në atë hadithin ku pejgamberi sa sem tregon që Allah do t'i pyet me lajkën ditën e Kiametit, si qëndron puna e robit tim me namazin, me farzet, thot o Zot ka shumë pa fal, ose ka të tilla që i ka fal po nuk janë pranu. Thot atëherë si a ka ndonjë prej suneteve, prej nafileve, dhe thot po Zot ka nafile, thot nga mëshira e Zotit shndronja namazet sunete dhe nafile në farzë, dhe kësaj Zoti do ta shpëton njëri. Dëgjojmë shpesh pa ashtu për pyetjeve që bëhen se nuk kam koncentrim ose nuk jam i ose e përqendruar shumë në namaz. A është namazi i vlefshëm nëse nuk jemi të përqendruar shumë në namaz? Përqendrim maksimal është vështirë me pas. Por do duhet njeriu varësisht tash sa është i vlefshëm, varësisht sa ka përqendrimin në namaz, aq edhe ka shpërblimin brenda asaj që e fal. Sa më pak të jesh i përqendruar, sa më pak të jesh i përkushtuar dhe sa më pak të jesh i koncentruar, atëherë edhe shpërblimi do të jetë më i vogël. Prandaj ka prej argumenteve, prej transmetimeve që për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një person i cili kishte hyrë në xhami, ishte fal 2 rekate, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju drejtua atij duke i thënë: "Çohu fal ose nuk e fal." U fal personi herën e dytë, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Falu se nuk je fal." Pastaj u fal herën e tretë dhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Falu se nuk je fal." Dhe ky person është ardhur në transmetim ka thonë: "Për atë, do thot për Zotin që të ka dërguar ty pejgamber, nëse nuk jam fal atëherë më mëso se si duhet falem." Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregoi
duke thonë së pari kur ngritesh, ta bësh tekbirin fillestar, thush Allahu Akbar. Allahu është më i madh. Pastaj të qëndrosh në këmbë dhe të lexosh me përulësi, me meditim. Është mirë, në fund do ta tregojmë një formë të përqendrimit, si të na ndihmon të përqendrohemi në namaz. Dhe pastaj kur të lexosh në qiyam, pastaj shko në ruku dhe rre në të derisa të qetësohesh. Duke thonë sa më ngadalë, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Pastaj drejtoje shpinën dhe pastaj shko në ruku, në sejdë dhe gjithashtu falu në të derisa të qetësohesh. Jo të falësh me shpejtësi, jo të falësh edhe mos të dish çka ke thonë. Jo të falësh edhe ta kish mendjen dikon tjetër, te ndeshja e futbollit, tek fëmiu i cili ka mundësi të lunë ose diçka tjetër. Dhe ka përmend pejgamberi sa ka thonë mos vjedhsi më i madh është vjedhsi i namazit. Kan thonë si ka mundësi i dërguari i Zotit, ka thonë ai i cili vjedh rukun dhe sejdë. Pra ata që falen me nxehtim dhe me shpejtësi. Nëse më lejohet, kisha me përmend rastin e një dietarit i cili na tregon një mënyrë efikase se si duhet ta ruajmë përqendrimin, koncentrimin dhe përkushtimin në namaz. Është njëri nga dietarët Hatim al-Asam, i cili ka përmend unë kur lina në namaz, e paramendoj veten tem sikur e kam para vetes Qabën. Sikur jam duke fal në Qabë. Dhe pas vetes e paramendoj sikur e kam pejgamberin sa duke më shikuar, sikur që ka shikuar sahabiun. Dhe mendoj se nanën e djathtë e kam xhehenemin, nanën e djathtë e kam xhenetin, nanën e majt e kam xhehenemin. Dhe mendoj sikur jam duke u fal në urën e Siratit, që ka ardhur ura e Siratit, më holl se kimia floku dhe më mpret se te u shpatës, që hep me kuptu se të mos ketë lëvizje të shumta në namaz, por të jetë njëri i përqendruar dhe i koncentruar. Dhe mendoj sikur pas vetes e kam melekun e vdekjes. Ai vetëm po mpret sa ta kryej këtë namaz dhe do të më marr shpirtin. Prandaj pejgamberi sa kur i këshillonte shokët e vet që me fal namazin, ju thoshte atyre sallu salatal muwaddi'. Falni këtë namaz sikur të jetë namazi i fundit, namazi lamtomirës në jetën e juaj. Nëse njëri e din që ka namazin e fundit, vërtet mundohet mu përkushtu. E din që mo nuk jepet rasti. Prandaj ajo që kam përmend, pra dietar gjithashtu kanë thonë të fokusohet sidomos tek shpreha në surën Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te ndihmë dhe falje kërkojmë. Kur e ke këtë shprehjen Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë, kjo tregon një sinqeritet. Sikur o Zot, këtu me pas përkushtimin, o Zot, në çdo vepër që e bëj për ty, namazin, agjërimin, zakatin, leximin e Kuranit, edhe lidhjet me tafrën që i bëj, o Zot, i bëj për ty, duke me pas me qëllim me fitu vetëm kënaqësinë e Zotit. Wa iyyaka nasta'in tregon një varësi për Zotin ton dhe tregon një modesti, sikur na nuk kemi mundësi me lëviz as çerpikun e sytit, vetëm se mendimin tonë o Zot. Dhe kjo është një përulësi dhe kjo është diçka që Zoti e don. Atëherë hoxha, cila është rëndësia e namazit të sabahut? Këtë pyetje qëllimshëm e kam bë. Fakt gjitha pyetjet janë qëllimshme, për arsye se diskutimet që bëhen dreka më lehtë, që më lehtë, akşam më lehtë, për në sabah me prish gjumin më të mirë, në thojnë za dhe me shku në xhami ose me fal namazin, është jo të gjithë mund ta bëjnë. Atëherë pse edhe namazi sabah dhe yacis do thotë diskutohet ose flitet më shumë se ka dhe hadith nëse s'ka bërë. Ashtu është. Po shumë e vërtet, është e vërtet që disa namaze janë përmendura në hadith për vlerën dhe rëndësinë e tyre të madhe, prej tyre asaj që përmende namazin e sabahut dhe namazin e yacis. Pejgamberi sa ka përmend, ka thonë namazi më i rënd për munafikat, për hipokritët, për dyftyrshët, është namazi i sabahut dhe namazi i yacis. Se sikur që përmende, namazi i sabahut kërkon që ta prishësh gjumin,
për mu qu me fal namazin, me madhru Zotin. Dhe namazi jacis është fundi i gjitha namazeve, njeri e ka një ditë të lodhshme, lodhet, dhe ata cilët nuk ja dim vlerën dëshirojnë që të pushojnë edhe. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë namazi më i vlefshëm është namazi sabat dhe namazi jacis. Dhe përmendet thot sikur të dish vlerën e namazit sabat dhe namazit jacis, do të shkosh i këmbadorës për ta fal ata. Dhe përmendet sidomos për namazin e sabat, shpërblimi shumë i madh. Farzi i tij është leximi i Kuranit i cili lexohet në namaz sabat, ka ardhur me ajetit të Kuranit, me ajet Kuranit që leximi i tij është i dëshmuar për melekëve. Dhe pastaj suneti i cili falet 2 rekate sunet të namazit sabat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë më të vlefshme se dunjaja dhe çka ka në të. Prandaj ka përmend gjithashtu ka hadithe tjera të cilat citojnë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përgëzoni ata të cilët dalin në errësirë me dritë të madhe në ditën e Kiametit. Që është për qëllim namazi sabat edhe namazi jacis. E sidomos ata të cilët e falin namazin e sabahut dhe namazin e jacis me xhamat, është shpërblimi gjithashtu ende më i madh. E përmend kush e fal namazin e jacis me xhamat është sikur mu fal gjysmën e natës, ndërsa kush e fal namazin e sabahut është sikur mu fal të natën të dyja të bashk. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend, ka thonë ai person i cili e fal namazin e sabahut me xhamat, ai është në mbrojtjen e Zotit. Dhe të gjitha këtu janë vlera që tregojnë. Prandaj është interesant edhe moti, edhe koha, kohën e namazit sabat është një lloj freskie që kur zgjohesh më fal, kanë thonë dietarët, pse është kjo freski në sabah dhe nuk është gjatë kohëve tjera, është se ka thonë Allahu e ka caktuar që në të zgjohen vetëm besimtarët. Munafikat nuk zgjohen prapë për namazin e sabat. Dhe Allahu sigur do të mineru ata me këtë freski. Me atë aromën e këndshme. Me atë aromën e këndshme. Dhe është namazi sabat është edhe koha kur besimtari fillon aktivitetin e tij dhe është ajo koha bereqeshme që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u lut burike ummeti fi bukuriha. Ummetit tem i është dhënë bereqeti në kohën e hershme, në fillim të sabat. Dhe sikur që ka hadithe tjera cilat flasin edhe xheli kur këndon në kohën e sabat, thotë luteni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutni Allahun, më jepi të mirave që ka pa, se ai e ka pa melekët, e melekët simbolizojnë gjithmonë mirësi, begati e të gjitha të mirë. Pra namazi falet individualisht dhe po ashtu me kolektiv ose me xhamat. Rëndësia të falit namaz me xhamat është më e madhe, po më shpërblimi. Padyshim. Cila është kjo veçoria me fal namazin vetë me xhamat? Po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend, ka thonë namazi i cili falet me xhamat është për 27 herë më i vlefshëm sa namazi i cili falet vetëm. Dhe nëse shohim, nëse falet në xhami, xhami vetë shkurja në xhami ka mirësi të shumta. Shkurja për në xhami ka sevap. Vetëm shkurja, hapat, çdo hap që qet ka shpërblim, çdo hap që qet ka shlyerje të gjinave. Qëndrimi në xhami, namaz ka shpërblim të madh, sikur etikafi kështu me radhë. Pastaj ndërtimi i xhamisë ka shpërblim të madh. E gjitha këto tregojnë për një kolektivitet që besimtarët e arrin ta falin namazin bashkërisht dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta treguar vlerën e namazit me xhamat, erdhi një person në kohën e dërguarit të Allahut, kishte qenë i verbër dhe i thot pejgamberit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, thot: "O dërguari i Zotit, në Medinë gjatë kohës sabatit ka kafsh të egra, ka do një rrezik që ka mundësi të më del përpara, ata falin namazin të shtëpia." Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Njëherë ka leju, pastaj ka thonë, a dëgjon ezanin?" Ka thonë po, atëherë ka thonë përgjigjo namazit me xhamat. Dhe sikur që përmenda edhe më herët, ka thonë sikur ta dishi vlerën
e namazit me xhamat do të shkoni këmbadorës për ta fal namazin bashkërisht. Dhe gjithashtu përmendet për vlerën e namazit me xhamat që pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam ka fal gjitha vetëm sunetet i ka fal në shtëpi, ndërsa namazet farze i ka fal me xhamat. Dhe kështu ka qenë tradita e gjithë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur dikush ka mungu namaz me xhamat, ka qenë me njerë preokupimi, është ky njeri smur, a ka ndonjë telash, a ka ndonjë problem, pse nuk ka ardhur mu fal në xhami me xhamat. Dhe kjo është begatia që Allahu i ka bë që muslimanët të jenë bashkërisht gjatë kohës kur ka namaz me xhamat, njeri ndon hallën, ndon probleme, ndon të gjitha këto vlera. Si bëhet zgjidhja për ata që i vanojnë namazet? Ka mundësi ndonjëherë që vetë ne mund të nxjerr rruga, angazhimet e tjera, por për disa bëhet pak edhe si zakonshme kjo çështja e vanisjes së namazit. Më herët përmendëm dëshkimin për ata cilët nuk falen. Ndërsa në anën tjetër, nëse na bëhet kjo si rutinë, kjo është diçka një lloj alarmi që na duhet t'i thrasim vetes tonë seriozisht në mënyrë që të largohemi nga kjo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend, ka thonë, namazi më i mirë është namazi në kohën e vet. Dhe namazi në kohën e vet është për qëllim namazi sipas shumicës dietarëve është në fillim të kohës. Ka njerë për disa rrethana të caktuar, unë njeri me shty namazin, por jo kjo që t'i bëhet zakon. Për shkak se është një ajet në surën El-Maun, Allahu thot: "Fawailun lil musallin." Mirë për ata që falen. Vazhdon ajeti, se sikur të kishte mbet me kaq, do të ishte mirë për ata që falen, por ajeti vazhdon: "Alladhina hum an salatihim sahun." Ata cilët janë të shkujdesur ndaj namazit të tyre. Dhe sipas komentatorëve të Kuranit, sikur që është Ibn Kathiri, ka thonë kjo shprehja wail, mirë, për ata ka thonë është një lugi në zjarrin e xhenemit, që është përmendur për ata cilët e vanojnë namazin. Runa zot, rreziku vetëm për ata që e vanojnë namazin është kaq. Po cili është rreziku për ata cilët nuk falen fare? Prandaj, sikur që tham, na jemi njerëz, mund të na qëllon ndonjë rast kur ka arsyetëm, jemi në trafik, ndonjë jemi zonë me diçka, por të mos na bëhet rutinë e jetës tonë vënimi namazov. Nga se vënimi namazov qëllimisht është pe gjunave të mëdha është. Ku mund të falemi? Përveç xhamisë si objekt fetar, e kemi parasysh dhe shtëpisë. Mund të falemi në vend pune, në rrugë, pasi që e dim që duhet jetë edhe vendi i pastër. Padyshim. Pejgamberi sallallahu në një hadith kishte përmend, thoshte, më janë dhënë umetit tim 5 cilësi që nuk janë dhënë umeteve tjera. Dhe kishte përmend: "Wa ju'ila al-ardu masjidan wa tahura." Më është bërë mu toka vend falje edhe pastërti. Çdo vend tokës, sikur që përmendet me përjashtim të atyre vendeve ku ka pa pastërti, çdo vend tokës mund të falemi. Të falemi në zyrë, të falemi pra në vendin e punës, të falemi në shtëpi, të falemi në rrugë, të falemi në ndonjë orë atje bujku që punon orën. Më rëndësi është, kushti është që të falemi në vendet e pastërta, dhe ajo që kanë thonë dietarët që është ndaluar është mos falemi në varreza dhe në vendet e ndyta. Këto janë vendet ku është ndaluar. Ndërsa në vendet e tjera çdo kënd është lehtësim për umetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të falemi në çdo vend. Madje ka transmetime prej dietarëve që në çdo vend që njeri bën sejdë, inshallah ajo do të dëshmon para Zotit vendi ku je fal. E përmendë bujkun apo bujqësinë. Po. A shpesh dëgjojmë njerëz që jo kanë rënë në kafshat, pra lopt apo delat dhe nuk mundën më fal.
Për shkak se ka pas Pa pasërtia, e shuaj si pa pasërtia. kur është fjala tek ndytësirat, ajo që nuk lejohet mu fal është kur ka ndytësira që janë të dukshme, do me thonë qoftë diçka urin apo diçka prej nevojës të madhe kështu. Ndërsa shkelja, shkelja, ajo nuk është pa pastërti. Do me thonë dheu është i pastër, na me dhej morëm edhe të imam. Anën tjetër, mirë që e cekë këtë temë, dikush mendon atje në vendin e punës, ka ardhë, punon mekanik për shembull. Është bo me derivate, me derivate, me vojra, ato nuk janë pa pastërti. Po, me ato lejohet, është ana etike, pastaj në xhami të mos shkosh me ato rroba që ose ata që punojnë në ndërtimtari nuk folën se janë këtë betan ose mallteçi. Absolutisht kjo është e paqëndrueshme. Do të thonë ato fetarisht je i pastër. Fetarisht je i pastër. Po, përmendëm ato dytësira të cilat janë përmendura, ato janë të ndaluara. Ndërsa çdo sen tjetër postyne je pra nuk duhet me pyet shumë kur jemi rrugës më fal, në këtë asfalt, në këtë rrugë kush ka ecë, çka ka bë, do duhet më fal ne. Jo me çështat popullive të hollushëm. Ashtu është. Atëherë te çështja e personave që janë të sëmur, ose nuk mund të qëndrojnë mirë me shëndet. E shohmi disa në përxhamia që falen në karrige, mandje përmenden fillim që ka raste që i shohmi edhe vetë njerëz që janë të shtrirë në spital për falin namaz, pra në asnjë formë, në asnjë mënyrë nuk ka lëshim, tolerim për ata mos e fal namazin. Çish falen të smurën në këtë rast? Po. Që ka disa lloj sëmundjesh, po në përgjithësi. Sigur që përmende, mas pari Allah që shanu namazin e ka bërë lehtësim dhe namazi sikur që do e shohim është pritim shpirtëror dhe nuk i ka bo ngarkesë apo të jetë diçka e rënd për besimtarët. Prandaj edhe forma e namazit, sikur që përmendëm, tek ata cilët janë të shëndetshëm, ata do duhet ta falin namazin në këmbë dhe sidomos farzet është pjesë përbërëse e namazit, nuk planohet namazi të falet ndryshe vetëm se në këmbë. Por, sikur që thamë, duke qenë çfarë vlere, çfarë rëndësie të madhe ka, nuk bie dispozita e namazit edhe për të sëmurët. Prandaj, të sëmurët, të cilët nuk mund të falen këmbë, falen ulur. Dhe pozicioni ulur qëndron duke qenë në do të ulur, i lidh duart dhe nuk ke nevojë që të shkosh në vendin e sejdës, po në karrik, duke shku në ruku vetëm krusesh pak, thu 3 herë Subhana Rabbiyal Azim, pastaj ngritesh, e drejton shpinën dhe pastaj shkon në sejdë, krusesh pak më shumë në këtë formë dhe thu 3 herë Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, dhe në këtë formë fal i sëmuri namazin në karrik. Ndërsa ka të atill të cilët janë të shtrirë në spital. Edhe për këta pra nuk ka arsyetim që të mos falen. Këta edhe në gjendjen si janë të shtrirë, dhe duhet të falen dhe kanjerë mjafton vetëm me gestikulacione. Të bësh me kokë kështu dhe ti shqiptosh doat. Dhe kjo tregon që çfarë vlefshmëri e ka namazi. Për shembull agjerimin që tani jemi me Ramazan, nëse njëri është i sëmur, nëse është në udhëtim, ka mundësi ta komenzoj më vonë. Zakati ke mundësi, nëse nuk ke mundësi, nuk e ke obligim. Lirosh, me namaz ndryshe. Te namazi nuk ka tolerim. Atëherë, me që jemi ka fundi hoxh, kush lirohet nga falja namazit? Nëse ka. Po, pe atyre që lirohen nga falja namazit, janë gratë të cilat janë me menstruacione, në periudhën e lehonisë, ato nuk e kanë obligim ta falin namazin në këtë kohë. Dhe as nuk e kanë obligim madje as ta kompenzojnë. Kjo është. Pastaj pe atyne që lirohet nga namazi, është për shembull i çmenduri. Çmenduri ai nuk ka vetdije që ta lën namaz, ta fal namazin. Rastet e tjera duhet që të gjitha falin namaz. Pra,
rastet të rralla të pakta, Rralla të pakta, madje çështja e grave është e përkohshme. Po e përkohshme ashtu. Dhe jo përgjithshme. Jo përgjithshme. Atëherë hoxh, sigurisht që kemi edhe shumë pyetje për namazin, sepse namazi e dim rëndësitë dhe peshën që ka, por për sot kaq kishim kohë. Falenderojmë shumë dhe Allah shpëbleft. Faleminderit shumë, nëse më lejohet një mesazh fund për ata cilët mundohemi çfarë do rrethone në jetë që na ndodh, asnjëherë mos ta lëjmë namazin. Për shkak se i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam namazin e gjente qetësi shpirtërore. Ai i thoshte muezinit e tij Bilalit radiallahu anhu, "Rihna biha ya Bilal." Thoshte, "Na qetëso me to o Bilal." Dhe e gjente qetësi shpirtërore, përmendet në hadithin e tij, "Wa ju'ila qurratu 'aini fi s-salah." Kënaqësia e syrit tim është bërë në namaz. Dhe me këtë jap mesazh tek gjithë vëllezërit, motrat, të cilët na ndëgjojnë, asnjëherë në jetën e juaj mundoni asnjëherë mos ta lëni namazin. Për shkak se namazi do të jetë dritë në ditën e Kiametit, do të jetë argument në ditën e Kiametit, sigurisht që ka ardhur në hadith, ndërsa ata cilët nuk e falin namazin, për ta nuk do të jetë dritë, nuk do të jetë argument dhe nuk do të jetë shpëtim dhe do të ringjallen, sikur që ka ardhur në hadith, me Faraonin, me Hamanin, me Karunin dhe Ubejin bin Khalaf, të gjithë ta njerëz që janë kanë arrogant dhe mendjemdhaj, andaj që të jemi mirënjohës ndaj të mirave të Allahut, ta falim namazin, nga se kjo është mirësi në vete. Allah na bëj për atyre që falim deri në fund të jetës tonë. Zoti shpëlet për mësimin. Gjithë inshallah, faleminderit edhe nga ana juaj. Të nderuar me shkaq për këtë emision, takohemi nesër, mirëmbëjtje.